Procesi gjyqësor për një nga ngjarjet më të rënda kriminale të viteve të fundit në vend ka vijuar këtë të martë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar GJKK, ku po shqyrtoi dosja që lidhet me rrëmbimin dhe vrasjen e Young Prengës. Në bankën e të akuzuarve ndodhet Dritan Rexhepi dhe 6 persona të tjerë, të cilët akuzohen për përfshirje në ngjarjen e ndodhur në janar të vitit 2020. Gjatë seancës, Rexhepi dhe Aldo Manjishta munguan, ndërsa 5 të pandeurit të tjerë po gjykohen në mungesë. Vëmendja e seancës u qëndruat e materialet e reja të paraqitura nga SPAK, të cilat lidhen me komunikime të siguruara nga platforma e koduar SkyECC. Prokuroria kërkoi administrimin e tyre si prova në proces, duke i konsideruar të rëndësishme për hetimin dhe zbardhjen e ngjarjes. Nga ana tjetër, avokatët e mbrojtës kundërshtuan përfshirjen e këtyre materialeve, duke argumentuar se procesi ndodhet tashmë në fazën e shqyrtimit në themel dhe se provat e reja nuk mund të paraqiten në këtë stad. Sipas tyre, komunikimet e paraqitura janë të paplota dhe nuk përmbushin kushtet për të konsideruar prova të vlefshme. Pas dëgjimit të qëndrimeve të palëve, trupi gjykues rezervoi vendimarrjen për pranimin ose jo të materialeve të reja të dosjes. Seanca e ardhshme është caktuar të zhvillohet në 30 qershor në orën 9:30. Sipas hetimeve, Young Prenga u rrëmbye me 17 janar 2020 në zonën e Kamzës dhe më pas dyshohet se u dërgua në një kompleks në Shijak, ku mbajt peng, u torturua dhe humbi jetën. Trupi i tij nuk është gjetur ende, çka e ka bërë çështjen edhe më të ndërlikuar për organet hetimore. Prokuroria dyshon se rrëmbimi lidhej me zhdukjen e një sasie prej 260 kg kokainë në portin Portsmouth në Britaninë e Madhe. Sipas dosjeve hetimore, personat e lidhur me familjen Prenga dyshohet se kishin ndjeni për fatin e ngarkesës së drogës. Megjithatë, vetë Young Prenga nuk rezulton të ketë pasur rol të drejt në trafikun e narkotikëve. Gjatë procesit janë administruar edhe dëshmi të familjarëve të viktimës. Vëllai i tij, Drake Prenga, ka deklaruar më herët se ishte kontaktuar nga persona që kërkonin kthimin e sasisë së kokainës së humbur pak ditë përpara rrëmbimit të Young Prengës. Dosja vijon të mbetet një nga hetimet më komplekse të krimit të organizuar në Shqipëri, ndërsa drejtësia po përpiqet të zbardhë plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe të identifikojë të gjithë personat përgjegjës.